Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. 11.658 zgjedhës në KZ-ën 80 Tepelen do t'i drejtojnë 22 kutive të votimit në 11 maj. Edhe në këtë bashki, numri i votuesve ka rënë me 1.149 persona, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të 2021-shit. Në këto lista nuk janë përfshirë votuesit nga diaspora. Prania e tij në disa panajire kombëtare e ndërkombëtare e ka bërë më të njohur dhe më atraktiv si destinacion për pushimet e kësaj vere qytetin bregdetar të Sarandës. Edhe këtë vit slogani i sezonit do të jetë All in One, i cili në këto prezantime është zbërthyer në përmbajtjen dhe komponentët e tij. Për 3 net, duke nisur nga e premtja, artëdash si Gjirokastrit do të ketë mundësi të ndjek lojën e aktorëve në pjesën teatrale Hamleti në fshatin Katran. Janë rreth 20 personazhe që do të ngjiten në skenën e teatrit Zihni Sako në drejtimin e regjisorit Erjon Hinaj. Një aktivitet në nder të shkrimtarit Odise Kote u zhvillua në Përmet. Ishin intelektualët e qytetit të Luleve që zgjodhën ditën botrore të librit për të shpalosur poezitë të autorit me interpretimin edhe të mësuesve të letërsisë dhe nxënësve të apasionuar. Ju njohim tani më gjërësisht. 11.658 zgjedhës në KZ-ën 80 Tepelen do t'i drejtohen 22 kutive të votimit në 11 maj. Edhe në këtë bashki, numri i votuesve ka rënë me 1.149 persona, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Në këto lista nuk janë përfshirë votuesit nga diaspora. Në bashkinë e Tepelenës janë afishuar listat përfundimtare për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Elmira Lacaj, specialiste në gjendjen civile, bëri të ditur se listat janë vendosur në të 22 qendrat e votimit në territorin e kësaj bashkie. Të gjitha listat që janë shkarkuar nga sistemi janë mbulosur, janë afishuar në për qendrat e votimit. Tepelena ka dhe fshatrat përreth që dhe ato të njëjtën gjë janë afishuar në për fshatrat, kur përgjegjës janë të gjithë administratorët e zonave. Kemi zonën Kurbelesh, kemi zonën Lops edhe qendër Tepelen. Ndërkohë kemi edhe listat e diasporës dhe ato në të njëjtën kohë ka dalë ekstrakti dhe ato janë paraqitur pranë KZ-s. Elmira ju bën thirrje qytetarëve të kontrollojnë emrin e tyre në listat e publikuara për të siguruar ushtrimin e të drejtës së votës në ditën e zgjedhjeve. Qytetarët janë të informuar, kushdo qytetar që nuk e di se ku e ka qendrën e votimit, ato janë të afishuara pranë institucioneve, ndërkohë në qoftë se nuk kanë mundësi për të arritur dhe për të shkuar në institucione për të parë listat, ato i gjenë shumë kollaj nga portali Albania, duhet futet aty te adresa e tij, aty ke të gjitha dhënat, qendrën e votimit dhe numrin e votuesve për të orientuar se çfarë numri ka në renditje. Sipas të dhënave zyrtare, në bashkinë e Tepelenës janë regjistruar 11.658 zgjedhës, të cilët do të votojnë më 11 maj në 22 qendra votimi. Kandidatët që garojnë në zgjedhjet e 11 majit kanë vijuar bashkëbisedimet me komunitetin. Edhe në këto takime, kandidatët kanë kërkuar mbështetjen për subjektin politik që ata përfaqësojnë. Kandidati i Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër Tërmet Peçi zhvilloi një takim me të rinjtë e Kërcyrës. Peçi ndau me të rinjtë rëndësinë e votës dhe pse duhet zgjedhur Partia Socialiste. Peçi vuri theksin se vota e 11 majit për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën ka rëndësi historike sepse lidhet direkt me fatin europian të Shqipërisë dhe se anëtarësimi i vendit në Bashkimin Evropian sjell përfitime të drejta për ju, të cilët me pasaportë europiane mund të studiojnë falas kudo nëpër universitetet e Bashkimit Evropian. Gjitha takimet e mia elektorale, unë fuqinë dhe energjinë e kam marrë gjithmonë nga rinia dhe dua një duartrokitje të fortë nga Prishtina dhe përullen e respekt para ju se ju jeni energji, ju jeni frym, ju jeni vetjeta. Dhe unë besoj në viljen e thellë se vetëm Partia Socialiste
me gjithë kandidatët e saj mund të çojë përpara Shqipërinë, mund të çojë para të gjitha punët të gjitha bashkitë, ato që janë në proces dhe të gjitha ato punë që gjithë ky komunitet i jon ka nevojë. Ne të gjithë bashkë si një ekip maksimizojmë çdo votë për Partinë Socialiste, çdo votë për Edi Ramën për të kthyer dhe për të qenë me ju prapë për të vazhduar rrugtimin tonë përbashkët. Dhe unë e kam treguar që mirënjohjen e kam të sinqert, punën e kam punë dhe fjalën e kam fjalë. Kështu që ju falenderoj nga zemra. Ju falenderoj nga zemra të gjithë secilin, duke filluar nga më i madhi deri tek më i vogli dhe po ishim bashkë ne, të gjithë. Me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën, mendoj që ajo punë merr fund. Merr fund që do rrosh më shumë që ne ta bëjmë siç ka emrin unë, ta bëjmë të mbet qarkull e gjithë Shqipërisë. Faleminderit shumë. Po një tërmet i bashkuar me një ekip me 5 kandidatët, një tërmet i bashkuar me energjinë pozitive të gjithë rinisë qarkut, tunder qarku dhe Shqipëria bashkë. Faleminderit. E keni vetë në dorë të bashkohemi, gjithë së bashku të maksimizojmë çdo votë për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, dhe pse jo, po e pantarësyeshme edhe me mua të jem pjesë e ekipit tuaj, unë jam pjesë e ekipit tani në kandidatin, po të jem pjesë e ekipit drejtues për të vazhduar të gjitha punët përpara. Dhe më keni dhënë një energji pozitive që me këtë energji, unë jam i gatshëm të bëj edhe 4-5 takime të tjera. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun Vlorë, Bledi Çuçi vijoi takimet elektorale në Konispol bashkë me kandidatët për deputet Ardit Bido dhe Vasil Llajo. Çuçi kërkoi mbështetjen e banorëve të Konispolit me votë në 11 maj. Ai përmendi fillimisht investimet që janë kryer në këtë bashki nga qeverisja lokale dhe qendrore, subvencionet për fermerët, si dhe disa nga projektet e tjera që janë në proces për të realizuar. Janë 5 arsye që ne duhet të votojmë Partinë Socialiste me çdo kusht në këto zgjedhje, ose më mirë të themi që ne të votojmë në fletën e votimit numrin 5 Partinë Socialiste. E para ka të bëjë me atë që ne kemi bërë për Konispolin dhe për gjithë Shqipërinë. Arsyeja e dytë është për atë që ne do të bëjmë për Konispolin. Dhe janë gjithë këto investime që janë në proces dhe pa diskutim janë gjëra që do bëjnë të mundur që gjithë investimi bërë deri tani të jetë i qëndrueshëm, duke filluar që nga vazhdimi i kanalit të Janjarit edhe të energjisë elektrike që do ketë pa ndërprerje energji elektrike e gjithë Konispolit, çdo fshat, me gjithë investimet që kemi bërë edhe në infrastruktura dhe në fshat, investimin e fundit në Mursi, me sheshin, me rrugën hyrëse, pra të gjitha këto janë arsye pse duhet votojmë Partinë Socialiste. Arsyeja e tretë është oferta që na vjen nga kundërshtari. Normalisht, unë nuk merrem me kundërshtarin. E kam për qëndrim etik që me kundërshtarin nuk merrem. Por kur shoh që alternativë për Shqipërinë dhe për Konispolin është akoma Sali Berisha, nuk kam si mos t'ia kujtoj shqiptarëve që çfarë alternative i kanoset Shqipërisë. Se 2 herë ishte në krye të Shqipërisë, 1 herë na çoi në krizë ekzistenciale, ku Shqipëria ishte gati të shkatërrohej plotësisht, e mbani mend shumë mirë, dhe herën e dytë kur e mori na çoi një krizë financiare që e çoi 8% borxhin kombëtar. Dhe gropat e borxheve që kishte me gjithë kompanitë që bënin punët publike. Arsyeja e katërt është ekipi i Partisë Socialiste me krye Edi Ramën, që është absolutisht një nga udhëheqësit që i ka dhënë dinjitet Shqipërisë dhe shqiptarëve, që ka zhvilluar dhe ka ngritur prestigjin e Shqipërisë dhe shqiptarëve më shumë se asnjë udhëheqës në historinë e Shqipërisë. Vasil Llajo, ju e njihni të gjithë, ky është një person që çdo gjë në jetë e ka bërë shkëlqyeshëm. Që nga klasa e parë, kur ka filluar të arsimohet, dhe deri tani çdo gjë që ka bërë në jetë e ka bërë shkëlqyeshëm. Dhe është greku më i mirë ndër shqiptar dhe shqiptari më i mirë ndër grek. Arditin e njihni edhe nga media, po edhe personalisht se është prezent sidomos në këtë zonë. Arditi është mishërimi më i mirë i asaj shprehjes që çam nuk lind po bëhesh.
Saranda ka qenë ndalesa e radhës e drejtuesit politik të Vlorës së Bledi Çuçi. Edhe në këtë qytet bregdetar, Çuçi përmendi investimet që janë kryer për gjatë viteve kur Partia Socialiste e qeveris vendin, investime që e kanë transformuar qytetin dhe e kanë shndërruar në një nga destinacionet kryesore turistike në Mesdhe. Arsyeja parë pse duhet votoni, pse shqiptarët, pse Saranda duhet votoj Partinë Socialiste është për atë që Partia Socialiste ka bërë për Shqipërinë dhe për Sarandën. Arsyeja e dytë është për atë që ne do të bëjmë. Arsyeja e tretë është alternativa e opozitës. Alternativa që ka përballë Partia Socialiste, alternativa që kanë përballë sot shqiptarët. Sali Berisha. A e mendoni që në 2025-ën ne të kemi akoma si alternativë qeverise Sali Berishën? Dhe kjo është një arsye e fortë, sikur asgjë mos kishim bërë në këtë drejtim, vetëm të mendosh që njeriu që e çoi 2 herë në humner Shqipërinë. Çuni im lindi kur ai u rrëzua nga shqiptarët në 97-ën dhe tani është 28 vjeç dhe shef alternativ prap Sali Berishën. Arsye 4 është Partia Socialiste, Edi Rama dhe skuadra që ka ai për zgjedhjen e mëdha. Unë nuk besoj se ka një udhëheqës në gjithë këto vite të shtetit shqiptar që ka bërë më shumë për dinjitetin e Shqipërisë dhe shqiptarëve se Edi Rama. Pa diskutim që ky transformim nuk mund të vinte pa Partinë Socialiste dhe pa Edi Ramën. Arsyeja e 5 të dashur miq ka të bëjë me një gjë shumë më të madhe se sa thjesht familja, Obori, Lagja, Bashkia, Saranda, Qarku, ka të bëjë me Shqipërinë. Ka të bëjë me Shqipërinë, ka të bëjë me të ardhmen e fëmijëve tanë. Arsyeja 5 pse duhet votojmë Partinë Socialiste është sepse në 2030, në mandatin që ne do marrim, ne do ta çojmë Shqipërinë dhe do ta bëjmë pjesë të Bashkimit Evropian. Një ëndër shekullore e të gjithë shqiptarëve që nga krijimi i shtetit më në fund e kemi shumë pranë, më në fund e kemi të realizueshme brenda një mandati që ne do e marrim nga shqiptarët. Vetëm Partia Socialiste me nënkrye Edi Ramën mund ta bëjë këtë ëndër realitet dhe po e bën më në fund këtë ëndër realitet. Kandidati për deputet i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Partia Demokratike Arben Ristani ka kontaktuar me punonjësit e biznesit Fason në zonën industriale të Gjirokastrës. Fokusi i programit të Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës është shumë i qartë, ka thënë zoti Ristani, rikthimi të gjitha drejtorive rajonale në këtë qark, duke i dhënë sërish dimensionin rajonal që i ka humbur dhe shpërngulja e të gjitha drejtorive rajonale nga qeveria socialiste. Për një dokument të vetëm njerëzit largohen në Vlorë, Fier, Lushnjë apo Gjetke duke shpenzuar të holla. Kohë dhe punë, ka thënë zoti Ristani. Partia Demokratike synon që në aspektin demografik të rrisë pagat për nënat që lindin fëmijë, duke u dhënë shpërblim gradual nga fëmia e parë dhe deri tek ai i treti, i cili do të ketë mbështetje totale nga shteti deri në moshë madhore. Partia Socialiste dhe Edi Rama ka të vetmen ofertë për gjirokastritët dhe shqiptarët në Trokun. Kjo është oferta e vetme që ka ai, ndaj më 11 maj të gjithë së bashku të mblidhemi dhe të reagojmë përmes votës, pasi në këtë mënyrë do të mund të rivendosim normalitetin në vend. Ndërsa për sa i përket programit të mbështetjes socialiste, është shumë e qartë se nuk do të ketë më varfëri ekstreme, pasi që në muajt e parë do të ofrohet mbështetje dinjitoze financiare për familjet pa të ardhura, ka thënë Ristani. Datë 11 ne kemi zgjedhjet. Në zgjedhje shkohet një herë në 4 vjet. Pushteti juaj është një herë në 4 vjet. Vetëm një herë në 4 vjet keni mundësinë të ndikoni tek pushteti me votën. Nuk e keni këtë mundësi gjatë ditëve të vitit. Një herë në 4 vjet, kështu që mos e shpërdoroni. Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Vendi duhet ndryshojë. Ka 12 vjet kjo qeveri e cila është dukur është shfaqur si një hajdutri e organizuar, apo nuk është kështu? Pra ne duhet ta ndryshojmë këtë pjesë. Partia Demokratike në ndryshim nga kryeministri që kemi, që ju afrohet juve me Nocrokun, që ju afrohet juve me Qyrykun, që ju afrohet juve me fotot nudo, Partia Demokratike ka ardhur me një program. Ne duam të ndryshojmë vendin.
së pari duke mbrojtur familjen. E majta po na çonte ke prindi 1 e ke prindi 2. Ne duam të themi ke familja, ke nëna dhe ke baba. Për këtë Partia Demokratike për gratë me 1 fëmijë do të shtojë në rrogë 70.000 lekë. Për gratë me 2 fëmijë 60.000 lekë. Fëmia i tretë deri në moshë madhore do jetë në përgjegjësi të shtetit. E bëjmë këtë në mënyrë që të nxitsim familjet shqiptare që të jenë të shëndosha. Do duam të rrisim pensionet për gjithë prindrit tuaj. Nuk do ketë pension në Shqipëri që nga dhjetori më të ulët se 200.000 lekë. Do jetë minimumi etik dhe për ata që janë nevojë. Rrogat minimale 500.000 lekë, rrogat mesatare 1.200.000 lekë. Pra do të ecim në këtë formë në mënyrë që të nxjerrim Shqipërinë nga varfëria, duke ulur çmimin e naftës dhe çmimin e energjisë elektrike dhe duke ulur dhe për biznesmenët taksën. Do të kthehemi prapë këtë taksa 10% në mënyrë që biznesit ketë mundësi dhe hapësirë për të zhvilluar. Do të kthehemi ke shërbimet, në Gjirokastër nuk ka shërbime. Kanë ikë zyrat, nuk janë arkivat më në Gjirokastër, nuk janë gjykatat më në Gjirokastër, nuk janë drejtoritë arsimore, shëndetësore më në Gjirokastër. Duam patjetër të kthejmë shërbimet në qytet në mënyrë që qyteti të jetë i organizuar dhe jeta të jetë normale. Të merrni shërbimet në qytetin tuaj, të mos jeni detyruar të largoheni për çdo dokument në Fier apo në Lushnjë apo diku tjetër, apo në Tiranë. Pra, duke nxjerrë njerëzit nga varfëria, duke kthyer Shqipërinë ke prodhimi dhe duke kthyer shërbimet në qytet, do mund të zhvillojnë dhe të ecin përpara në Shqipëri. Prandaj po kthehem dhe një herë ke fjala e parë. Votën tuaj e keni 4 vjet, mos e shpërdoroni. Mos shkoni ke reklama e Noc Rrokut. Atë po ju ofron kryeministri i Shqipërisë. Partia Demokratike dhe një herë vjen me plan për ta zhvilluar Shqipërinë. Kush janë 4 vitet më të mira që ka kaluar Shqipëria në këto 30 vjet? Janë 2009, 2005, 2009 apo jo? Kur Shqipëria ishte ndryshe, kur drejtonte Partia Demokratike. Duam të themi prapë ke puna, ke prodhimi, ke shërbimet ndaj njerëzve. Prandaj mos e shpërdoroni votën, votoni për Partinë Demokratike dhe për kandidatët e saj. Unë personalisht do t'ju shpërndaj dhe vetën time të reklamës zgjedhore, jam i 4-ti në listë për shkak të mbiemrit. Shumë prej jush ndoshta më njihni, kam qenë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një periudhë, nëse ju kujtohet, zonjat që kanë një farë moshe. Kam qenë avokat dhe gjyqtar, jam jurist dhe besoj që i duam dhe i shërbej Parlamentit të Shqipërisë. Ndërkohë, e majta po ju ofron njerëz që kanë dalë dhe me kapuç në kokë për t'ju vjedhur rrugëve. Qofse ju mbahet mend apo ju kujtohet se çka ndodh në Shqipëri në këto vite. Faleminderit se nuk po zgjatem për të marrë nga koha juaj, por edhe një herë këmbgul, vota është shumë e rëndësishme dhe mos e çoni dëm. Votoni për ndryshimin se Shqipëria ka nevojë të çlirohet nga hajdutët. Inshallah fiton, more, inshallah. Me këtu jemi, pse të mos fitoj? Të mirën, të bëhet më e mira. Të fitoj. Dhe ne ndryshimi. Ne me këtu jemi. Ne na gjetë të jemi me këtu. Po më të mirën. Lart vjedhjeve. Hajdutërisë. Na kanë poshtruar, na kanë mashtruar. Ai kanë bërë 12 vjet të gjitha të këqija. Po, për ndryshim jemi. Po. Kryedemokrati Sali Berisha kërkoi në Fier vot besim për kandidatët për deputet e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, si kundër për programin e këtij koalicioni. Berisha tha se programi synon rritjen e pensioneve të pagave dhe vendosin e minimumit jetik 200 euro. Një nismë që tha Berisha opozita e depozitoi në kuvent, por ajo u refuzua nga shumica qeverisëse. Është ditë e zezë, është ditë turpi, është ditë pa shpirtësi e dita, kur Edi Rama solli në parlamentin shqiptar buxhetin 8 miliard euro dhe ndau për 760.000 nëna dhe vovallar, gjyshe dhe gjyshër të këtij vendi gjithsejt, 16 milion euro, ndërkohë kur vetë harxhon
me avionin taksi, 21 milion euro, me 140 udhëtime. Berisha kërkoi vëmendjen e grave të Firit teksa komentoi socialistën Balluku. Mendoni një moment, këtë lubin që vjene sillet këtu, sigur t'ishte bodyguardi e Ramës, për t'u mashtruar ju për të marrë votat. A e dini ju të dashura, të nderuara zonja e zonjushe, se ajo për të lavazh të makinës vet harxhon me dokumenta 10.000 euro çdo muaj. Në këtë takim, Kreu Demokrat garantoi fermerët për mbështetje në rast fitore zgjedhjet e 11 majit. Sot ju merrni 32 milion euro subvencione. Do të mirëni mbi 200 euro subvencion për çdo fidan, për çdo njësi prodhimi, për çdo kokë bakti. Ballkani hapur do përfundoj në kosht të plerave javën e parë të qeverisë sonë. Për Kreun Demokrat, zgjedhjet e 11 majit kanë rëndësi etike për zhvillimin dhe progresimin e vendit pas regresit të bërë sipas tij 12 vitet e fundit. Prania e tij në disa panajire kombëtare e ndërkombëtare e ka bërë më të njohur dhe më atraktiv si destinacion për pushimet e kësaj vere, qytetin bregdetar të Sarandës. Edhe këtë vit slogani i sezonit do të jetë All in One, i cili në këto prezantime është zbërthyer në përmbajtjen dhe komponentët e tij. Përveç se e përgatitur më mirë për sezonin 2025, Saranda këtë vit ka qenë edhe më e promovuar. Prania e saj në disa panajire kombëtare dhe ndërkombëtare e ka bërë më të njohur dhe më atraktiv si destinacion për pushimet e kësaj vere. Sipas Eliana Shkurtit, shefe e kabinetit në Bashkinë e Sarandës, ka një trajektore në ngjitje të promocionit, ku një kulm vete përbën certifikimi me çmimin Green Destination për të vijuar me prezantimin në Prishtinë dhe në Menton të Francës. Që herët në shkurt me pjesëmarrjen e panajirit të Tiranës, duke vazhduar më vonë me pjesëmarrjen e panajirin e Berlinit, ku ne patëm nderin e madh që të kemi edhe certifikimin si një nga destinacionet Green Destination, që ishte një nder tepër i madh dhe një promovim jashtëzakonshëm i Sarandës edhe në këtë panajir, i cili ka një vizitueshmëri tepër të lartë. E vazhduam me panajirin të Prishtinës, por gjithashtu një pjesëmarrje shumë e rëndësishme ishte edhe takimet e vazhdueshme të cilat ne kishim në Menton të Francës, ku edhe aty nëpërmjet mesazheve video, mesazheve të ndryshme, neve patëm mundësinë që ta shpalosim destinacionin ton edhe në sytë e qytetarëve francezë. Fokusi i promovimit ka qenë krahas produkteve tradicionale dhe bizneset lokale të Sarandës, që tashmë kanë hapur dyert dhe po bëhen tërësisht gati për të pritur pushuesit e kësaj vere. Përpos produkteve tona tradicionale, të cilat ne kemi këtu dhe që na ndihmojnë në promovimin e destinacionit më tepër, ne kishim mundësinë që të prezantonim edhe shumë biznese të qytetit, të cilat kanë hapur dyert tashmë dhe mirëpresin me mira vizitor për sezonin 2025. Saranda vazhdon dhe që është një nga destinacionet më të preferuara, perla e Mesdheut, Saranda dhe Ksamili, Maldivet e Europës. Trendi i vizitorëve gjithmonë ka qenë në rritje, vazhdon të jetë në rritje. Këto janë pritshmëritë edhe për 2025, një fluks turistik, bizneset janë duke u përgatitur për të mirëpritur. Edhe këtë vit, slogani i sezonit do të jetë All in One, i cili në këto prezantime është zbërthyer në përmbajtjen dhe komponentët e tij. Saranda All in One është destinacioni i cili është gjithë përfshirës. Bukuritë natyrore, historia, tradita, kulinaria, shërbimet e mrekullueshme, mikpritja e njerëzve, por sigurisht edhe netët plot jetë, të cilat Bashkia Sarand ka treguar kujdesin e veçantë që t'i mbushin netët e verës, që ta bëjmë një destinacion i cili është për të gjitha moshat dhe për të gjitha kërkesat. Mund të vinë njerëz të cilët duan qetësinë e tyre dhe relaksin dhe ta gjejnë atë në vende të cilat ofrojnë bukuri natyrore dhe janë pak më larg qendrës, por është edhe një destinacion për rininë e cila kërkon që të ketë alegri gjatë netëve të verës. Saranda dhe Ksamili janë cilësisht më gati për të pritur turistë vendaste të huaj të verës 2025. Investimet e rëndësishme në infrastrukturën rrugore, në kapacitetet e rritura për menaxhimin e prurjes turistike, me përmirësime të rëndësishme edhe me lehtësimin e lëvizjes me automjete, pritet që t'i japin impakte pozitive në rritjen e atraksionit dhe në pëlqyeshmërinë e kushteve më të mira për të pushuar. Për 3 net, duke nisur nga e premtja, Artdarsi Gjirokastrit do të ketë mundësi të ndjekë lojën e aktorëve në pjesën teatrale Hamleti në fshatin Katran. Janë rreth 20 personazhe që do të ngjiten në skenën e teatrit Zikni Sako në drejtimin e regjisorit Erion Hinaj.
Teatri Zini Sako në Gjirokastër hap dyert këtë fundjavë për spektatorin gjirokastrit me shfaqjen teatrale Hamleti në fshatin Katran. Pjesa që mban autorsinë e Ivon Breshan, sipas regjisorit Erion Hinaj, i përket periudhës së diktaturës të cilën e ka kaluar edhe Shqipëria. Është një pjesë e cila është shumë pranë edhe, si ta thuash, popujve të lindjes që kanë kaluar atë periudhën e fortë totalitare, pra një periudhë diktatoriale që deri diku është ndjerë dhe në, po themi, në shtetet slave. Po ashtu në Shqipëri sigurisht periudha diktatoriale ka qenë akoma dhe më e fortë, ka qenë akoma dhe më e egër. Kështu që në këtë aspekt i përshtatet goxha edhe sigurisht historia e popullit tonë është goxha e dhimbshme në atë dhunën, pushtetin që ushtron vidin. Janë rreth 20 personazhe të përfshirë në këtë pjesë ku Aleksandër Kondi do të vijë me atë të Janit. Në këtë shfaqje kam një personazhin e Janit, i cili përpiqet të dalë kundër sistemit dhe është një personazh që do të bëjë të gjithë popullin të reflektoj për të dalë në pa e vërteta, si qëndron e vërteta që është ngjarja kryesore e kësaj drame. Kjo hyn te shfaqjet e mëdha, janë gati 20 personazhe dhe atmosfera që krijojnë këta personazhe është fantastike. Etydet që ka punuar regjizori, i cili ka bërë një punë mjaft mirë me etydet, është një atmosferë shumë e këndshme që publiku jam i sigurt që do ndihet një moment do ndihet sigurisht në ato vite, sikur po jeton realisht në ato vite, sepse shfaqja ka një ndërveprim të tillë saqë publiku do ndihet si pjesë e shfaqjes. Regjizori Erion Hinaj, rolet kryesore e ka besuar aktorëve Bujara Sjari, Vasil Çuklla, Viktor Çaro, Aleksandër Kondi, Kosta Kreci, Alesia Lapaj, Leida Çeli e Erion Hinaj. Një aktivitet në nder të shkrimtarit Odisekote u zhvillua në Përmet. Ishin intelektualet e qytetit të Luleve që zgjodhen në ditën botërore të librit për të shpalosur poezitë të autorit me interpretimin edhe të mësuesve të letërsisë dhe nxënësve të apasionuar. Në ditën botërore të librit, Përmeti zhvilloi një mbrëmje poetike me poezitë të zgjedhura nga krijimtaria e shkrimtarit gjirokastrit Odisekote. Vargjet e autorit të 7 librave me poezi u përcollën për gati 2 orë nën interpretimin e një grupi prej 11 vetësh të rinj mësuese intelektual të këtij qyteti. Duruam zjarin që shëmbi stretë, duruam cikën që ngjethi eshta. Nuk i ndonjë kohë nga koha juaj dhe në poeziu në shprehu kush jetë kohën e tij jetë një pjesë të lirisë të tij. Ju këtë liria dha për librin, dhe kjo është shumë fisnike dhe unike. Vetëm në përmet mund të ndodhi që poeti, ashtu si në antikitet të viziotojnë me publiku, të viziotojnë me lexuesit e vetë, sepse Përmeti, sipas meje, është një nga qendrat më unike të qytetarisë shqiptare. Përmeti është ndërmimi, lindja, e kolosëve të mëdhenj, vëllezërve frashëve. Të parët e mi kanë qenë omshin dhe frashëve. Fuqia e librit është fuqia që ka quar për para njërzim. Dhe kjo nuk është as metafor, as në flerë, e thëmë ashtu po. Më përqeu shumë fillimi këti spektakli për quaj, sepse libri sot është në një mos kuptim, me një event, me një majtë të shkencës, si që është IT-a. Por shumë shpejt, IT-a do të bëhet bashkëpunëtore me një e libri, sepse pa libri në bota nuk mund të jetojë. Ky aktivitet u ideua dhe realizua nga regjisori Pandi Duka, i cili, siç shprehet, e ka marrë frymëzimin nga poezia E humbëm librin Mikja ime. Dhe kjo poezi më ngacmoi për ta zhvilluar aktivitetin në ditën ndërkombëtare të librit, se të themi të vërtetën, libri është harruar. Jo vetëm nga fëmijët, po është harruar dhe nga të rriturit. Prandaj, duke e vënë këtë spektakël nëse kisha këtë qëllim, të përcjellja këtë mesazh, këtë ide, mos hiqni dorë nga libri, sepse libri të pasuron jo vetëm me historinë, po të pasuron me personazhet historike, të pasuron me emocione të fuqishme,
mund të shpiket çfarë do lloj teknologjiere, në fund të fundit libri ka për të ngelur tërë jetën, ai që plotëson mendjen e njeriut, plotëson emocionet e njeriut, psikologjinë e njeriut. Poeti Odiseu Kote, unë e lexova 2 vëllimet e tij që më solli. Në fillim, të them sinqerisht, janë poezitë të cilat kërkojnë një përqendrim të thellë, sepse nuk flet teksti poezit, flet në teksti poezisë, dhe ky është arti i vërtet. Pra është një poezi që nuk dikton, është një poezi që të bën, të ngacmon të ndjesh, të mendosh edhe të interpretosh. Dhe ky është arti i vërtet i poetit Odiseu Kote. Mund të them pa frikë që poeti Odiseu Kote hyn në rang të poetëve kombëtar. Në qoftë se do lexosh poezitë e tija, janë poezi të cilat përcjellin mesazhe të fuqishme, mesazhe të kohës. Ai përcjell në poezitë e tija problemet që ka sot shoqëria shqiptare, problemet sociale, probleme shoqërore, probleme psikologjike. Pra këto i përcjell publikut me një gjuhë shumë të pasur artistike. Përmes këtij aktiviteti, Përmeti i dha Kotes një vend deri duke rreshtuar mes poetëve Dritro Agolli, Bardhy Londo e Xhevahir Spahiu, ashtu siç u shpreh para spektatorëve edhe historiani Kastriot Bezati. Michel Paris, piktori përmetar i apasionuar pas natyrës prej 3 ditësh, ka qelur ekspozitën me krijimet e tij. Ndonse jeton në Japoni, ai shprehet se dëshira për të qelur një ekspozitë me punët e tij ka qenë një ndër dëshirat më të mëdha për të. Michel Paris, piktori dhe skulptori i njohur me origjinë nga Topojani i Përmetit, ka hapur një ekspozitë të veçantë në qytetin e tij të lindjes. I njohur për dashurinë ndaj natyrës dhe fshatrave shqiptare, Paris sjell në këtë ekspozitë një përzgjedhje të veprave, shumica e të cilave janë realizuar pikërisht në Përmet. Ky është një stil kubist, shpesh njerëzit thonë i ngjan Picassos, po kam stil tjetër, do me thënë Picasso është Picasso. Shumicën e këtyre pikturave i kam pikturuar këtu. Kam marrë para shumë vitesh, kam blerë një shtëpi të vjetër këtu, edhe aty kam gjetur qetësinë dhe punoj kur kam mundësi, po jam edhe shumë i apasionuar mas natyrës, mas fshatrave. Ndihem pak i trishtuar kur i shikoj fshatrat e bukur të Përmetit që lulëzonin dikur, edhe sot për shembull i kam praktisur. Ekspozita në vendlindje ka qenë gjithmonë një dëshirë e imja. Kam hapur ekspozita në vende të ndryshme të botës, por Përmeti zë një vend të veçantë në zemrën time, thekson piktori. Unë jam përmetare dhe shpesh kur bëj ekspozita në përbot, shpesh kanë ndodhur që kanë ardhur dhe shqiptare, kanë vizituar dhe më pyesin nga je, nga Shqipëria, nga Përmeti. Dhe gjithmonë kam menduar që të bëj një ekspozitë në vendlindjen time, me njerëzit e mi. Më ka ngacmuar për shembull dashuria e vendit tim. Ekspozita është mirëpritur ngrohtësisht nga publiku vendas dhe pritet të qëndrojë e hapur për disa ditë, duke ofruar një mundësi të rrallë për të parë nga afër veprat e një artisti me përmasa ndërkombëtare. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndajemi së bashku dhe miru takofshim.